Mimrama, jeni me emisionin Business Plus. Sonte do të diskutojmë një çështje tepër të rëndësishme, ajo është zhvillimi barabartë rajonal në Maqedoninë e Veriut. Një iniciativë që synon të balancojë zhvillimin midis rajoneve të ndryshme dhe të kontribon në uljen e dispariteteve ekonomiko-sociale. Në kuadër të programit për financimin e projekteve për vitin 2025, janë planifikuar projekte për zhvillimin e zonave urbane, fshatrave dhe rajoneve me nevoja specifike zhvillimore. Për të folur mbi këto të ftuar në studio, kemi drejtorin e Biros për Zhvillim Rajonal, Daut Memishi. Zotëri Memishi, përshëndetje dhe mirëseardhët në studio. Përshëndetje i nderuar. Ju falenderoj për ftesën. Besoj që do të shtjellojmë shumë temat që janë me rëndësi për zhvillimin e barabartë rajonal në vendin tonë. Padyshim. Para 2 javë mbaroi edhe afati i dorëzimit të propozim projekteve në kuadër të thirrjes publike për financimin e projekteve për programin për zhvillim të barabartë rajonal për vitin 2025. Flasim fillimisht për projektet të cilat kanë të bëjnë me zhvillimin urban. A mund na thoni se ku do të jetë fokusi më i madh dhe sa midë janë parapartë të ndahen në lidhje me këtë thirrje? Po pra, për vitin 2025, nga ana e Drejtorisë për Zhvillim të Barabartë Rajonal, Biroja për Zhvillim të Barabartë Rajonal, me kërkesë të veçantë që në çdo vit bëjmë kërkesë të veçantë në Ministrinë e Financave për vitin e ardhshëm, për të cilin do të fokusohemi te projektet të cilët duhet të realizojnë komunat dhe qendrat rajonale. Këtë vit janë ndarë për vitin 2025, domethënë kemi marrë aprovimin nga ana e financave diku 200 milion denar për servisimin dhe nevojat e veçanta të cilët i kanë komunat dhe qendrat. Tek urbanët të cilët e përmendët, aplikimi ka mbaruar para 2 javësh. Tek urbanët, interesimi këtë vit ka qenë paksa më i vogël, sepse në programën urbane të cilët e ka Biroja për Zhvillim të Barabartë Rajonal, kanë të drejtë aplikimit të aplikojnë vetëm komunat urbane. Dhe në këtë drejtim paksa i kanë kursier dhe jo kanë dhënë hapësirë komunave rurale të shfrytëzojnë mjetet tek Biroja për Zhvillim Rajonal, sepse ata kanë mjetet të garantuara më shumë projekte këtë vit dhe vitin e kaluar që patën 100 milion euro në bazë të vendimit nga ana e qeverisë që u nda mjetet të cilët i përfshin dhe i servison shumë shërbime të cilët i ka pasur në nevojë të veçantë komunat urbane. Ka ndonjë afat se kur do të fillojë të implementojnë këto projekte apo Realisht është në fazën e shqyrtimit të propozim projekteve? Pasi që ka përfunduar të gjitha aplikimet, tek Biroja për Zhvillim të Barabartë Rajonal, aplikim për programën e urbaneve kanë aplikuar diku 15 projekte. Të gjitha projektet të 4 programet të cilët ne i kemi, tani fillon në komision evaluimi i tyre dhe më pastaj sa të përfundoj kjo procedurë e cila duhet ndiqet nga ana e komisioni, do të bëhet rangimi i projekteve të cilat i plotësojnë të gjitha kushtet për të arritur këto projekte të cilat janë shumë të nevojshme për ta dhe menjëherë do të arrihet të nënshkruhen marrëveshjet dhe do të niset me punë të realizohen në vijim me sipër. Përveç asaj që ne si shtet kemi dallime të mëdha mes rajoneve planore, është fakt se kemi dallime edhe brenda një rajonit planor apo komunat që e përbëjnë të njëjtin. Sa i kushtohet rëndësi kësaj pjese? Realisht, në bazë të ligjit për zhvillim të barabartë rajonal, në vendin tonë, kja zhurim i të dhënave bëhet një herë në 5 vite. Më thënë, për të 10 vitet e fundit, tani kemi një studim fizibiliteti nga ana e ekspertëve të Ministrisë së Pushtetit Lokal, është bërë një rangim i rajoneve në bazë të ligjit, të cilat komuna dhe cilat qendra janë më pak të zhvilluara, kanë të drejtën më shumë për aplikim për realizimin e projekteve të cilët të zhvillohen në mënyrë të barabartë. Më tepër pjesëmarrje në buxhet apo në mjetet të cilët ju nda? Po, realisht edhe për këtë është Biroja për Zhvillim Rajonal. Gjithmonë ne kemi insistuar që mjetet të cilët i ndahen Biros për Zhvillim Rajonal të jenë të mjaftueshme për të servisuar të gjitha kërkesat e komunave të cilët janë shumë më pak të zhvilluara në krahasim me ata të cilët janë të zhvilluara, dhe besoj që çdo projekt i cili ka kaluar nëpërmjet Biros ka qenë shumë i konsiderueshëm dhe shumë në nevoja të veçanta për atë komunë të cila ka aplikuar në projektin të ne. Propozime apo projekte tjera të cilat përfshihen në këtë thirrje, gjithashtu është edhe zhvillimi i zonave me nevoja specifike zhvillimore. Cilat janë këto zona dhe si përcaktohet një zonë e cila ka nevoja specifike për zhvillim? Tek programat të cilën e kemi specifiket, është një interesim shumë i madh
këtë vit të cilin kanë aplikuar. Mjetet të cilët i kemi të ndara për çdo program, sepse është me përqindje tek 3 programat nga 15% dhe pjesa tjetër e përqindjes e ngelur shkon për rajonet planore. Tek programa specifikeve, një të drejtë të veçantë kanë edhe shoqatat jo qeveritare, sepse në biron për zhvillim rajonal kanë të drejtë aplikimi vetëm komunat, edhe qendrat rajonale planore, kurse tek programa specifikeve është e paraparë edhe shoqatat jo qeveritare. Pra këtu është dallimi. Me qëllimin e vetëm, sepse vetë fjala specifike ka disa nevoja të cilat disa komuna rurale kanë ndonjë fshat një nevojë shumë të elementare, i themi në drejtim. Kemi shumë raste të cilët edhe në të kaluarën, po edhe në këtë vit ka 3 shoqata të cilët kanë aplikuar me projekte të cilët do duhet të jenë shumë të dobishme për komunën dhe për vendin e tyre ku ata jetojnë. Ka ndonjë program konkret se çfarë do të përfshijnë apo ende? Gjithmonë janë të fokusuar në zhvillimin e turizmit malor. Shoqatat në përgjithësi të cilët kanë aplikuar tek programa specifike kanë qenë të fokusuar në këtë drejtim dhe furnizimi i ndonjë pajisje të veçantë të cilët do të krijojë shërbimet në atë komunë ata të cilën jetojnë. Në rregull, gjithashtu përfshihet edhe thirrja për zhvillimin e fshatrave, çfarë mund të na thoni në lidhje me këtë? E njëjta është edhe tek fshatrat, domethënë komunat rurale aplikojnë për fshatrat e caktuara të cilët janë shumë më pak të zhvilluara. Aty përfshihen ka pasur edhe në të kaluarën, por njëkohësisht edhe tash me sa kam arritur ti shohim projektet me administratën e Biros për Zhvillim të Barabartë Rajonal. Është një veçantë të cila te programa e fshatrave ka aplikime të cilat aplikojnë edhe për servisimin e shkollave në këtë drejtim, renovimin, fasadimin. Do të thonë edhe kjo pjesë përfshihet nga ana e programit. Po, tek kjo program do të thonë futen edhe këta komponenta. Janë të fokusuar në infrastrukturë, në trotuare të cilat ata krijojnë shumë shërbime, janë të fokusuar në më shumti në pjesën trotuare të cilat kanë mungesë nga qasja e shtëpive deri tek shkollat ku shkojnë. Këtu projekte domethënë përkrahen dhe janë në të mirën e gjithë atyre të cilët jetojnë në atë vend. Ka ndonjë projekt në lidhje me zhvillimin e bujqësisë apo tek ne realisht nuk ka pasur ndonjë kërkesë të veçantë për zhvillimin e bujqësisë. Ndoshta më tepër fokuson në lidhje me subvencionimin nga ana e Ministrisë së Bujqësisë. Po. Në rregull, e përmendëm më herët ligjin për zhvillim të barabartë rajonal, sipas vendimit të fundit, pra mjetet duhet të ndahen në pajtueshmëri të vendimit për klasifikimin apo shkallës së zhvillimit. Mirë po parashtrohet pyetja, sa kjo realizohet në praktikë? Realisht, fatkeqësisht i themi Biroja për Zhvillim Rajonal me ligj e ka të përcaktuar që 1% të bruto prodhimit vendor të ndahet për Biron për Zhvillim Rajonal, shkaku për servisimin e të gjitha nevojave të regioneve planore dhe të komunave të bëhet një baraspeshim dhe një balancim i të gjitha atyre të cilët nuk janë të zhvilluara sa duhet, që të arrihet në një masë që kur të bëhet ndryshimi i ligjit pas 5 vitesh për zhvillimin e barabartë rajonal, që ata të cilët kanë përqindje më të vogël të zhvilluar të rritën në bazë të kësaj. Mirë po fatkeqësisht nga viti 2007 deri më tani, ato mjete nuk kanë arritur të ndahen Biros për Zhvillim Rajonal, por afërsisht ne kemi bërë një matje të cilën e kemi bërë në Biron për Zhvillim të Barabartë, arrin përqindja në maksimum të cilët mjete ne i marrim nga ana e Ministrisë Financave ka qenë 0.02% deri në 0.04%. Të cilat mjete nuk janë pak, mirë po asnjëherë nuk janë të mjaftueshme për arritjen e të gjitha qëllimeve. Kemi shumë dallim nga ajo që është paraparë me ligj në fakt. Realisht po. Ka pasur një iniciativë e cila ka qenë në të kaluarën, përsëri tash duhet të shohim se sa do të jetë iniciativa pozitive nga ana e kësaj qeverie, po besoj që duke se ka një qasje pozitive dhe do të arrijmë shumë të realizojmë punë dhe projekte të mira për gjithë komunat. Pra me qëllim që të rritet buxheti në lidhje me sigurimin e fondeve? Buxheti është numër 1 që duhet rritet, mirë po ka patur edhe një iniciativë e cila Biroja për Zhvillim të Barabartë Rajonal të shndrohet në agjencion. Dhe për këtë janë kryer edhe disa studime të fizibilitetit dhe është në procedurë sipër, mirë po do të shohim tash me ligjin e ri se çfarë do të mundim të bëjmë në këtë pjesë. Keni ndonjë afat se kur mund të presim që kjo të ndodh apo ende nuk dihet? Jo, është procedurë e cila zgjatën sepse do duhet të gjitha ligjet të përpunojnë një nga një.
Në rregull, e përmendë 1% nga brutoprodhimi vendor, e cila duhet të ndahet rajoneve apo për zhvillimin e barabartë rajonal. Mirëpo nëse i referohemi një publikimi apo të cilin e ka realizuar enti për revizion para 2 viteve, shohim se kjo nuk respektohet në praktik dhe pjesa tjetër është se duhet të ndahet në bazë të rajoneve faktikisht buxheti. Nëse e shohim klasifikimin e fundit sa i përket shkallës së zhvillimit, mund të shohim se si rajon planor më pak i zhvilluar është rajoni i Vardarit, i cili duhet të merr pjesë diku rreth 15.4% nga totali i buxhetit, pastaj vjen rajoni Veri Lindor me 15.3%, ndërsa më i zhvilluar është rajoni Shkupit dhe 6.1%. Pse ndodh kjo në fakt? Kur në Meliq dihet se cili rajon duhet të merr më tepër apo më pak para, ndërsa në praktik shohim se një gjë e tillë nuk ndodh. Këtë tregon edhe raporti i entit të revizionit, i cili është realizuar, nëse nuk gaboj, para 2 viteve. Qartë, sa i përket Biros për zhvillim të barabartë rajonal, ne jemi shumë të thirrur dhe kemi patjetër, domethënë t'i përmbahemi ligjit, dhe në këtë drejtim domethënë të gjitha vitet të cilët kanë kaluar dhe deri më tani, përqindja të cilën është e përcaktuar për zhvillimin për rajonet e më të pak të pazhvilluara dhe ata të cilët janë mesatarisht edhe më shumë të zhvilluara, është respektuar domethënë në tërësi. Është patjetër domethënë ndarë me ligj se cilit rajon nga sa përqind të mjeteve i takon. Tani varësisht ku kthehemi përsëri tek 1% i brutoprodhimit vendor. Sa mjetet disponon Biroja për zhvillim të barabartë rajonal, aq më shumë dhe është në të mirën atyre rajoneve të cilët janë më pak të zhvilluara, ku përmendet 15.4% në dallim prej regionit të Shkupit me 6.1%, përqindja më e madhe atyre, sa më shumë mjetet të disponojë Biroja për financimin e projekteve të cilët duhet të servisojnë shërbimet e atyre komunave, është në të mirën e atyre regioneve dhe sa më shpejt në vitet e ardhshme ajo do të arrijë të zhvillohet në mënyrë të përshpejtuar dhe të arrijë edhe regionin e Shkupit. Në këtë drejtim mendoj që kjo qeverisje tani edhe me buxhetin të cilën e kanë nëpërmjet qeverisë 250 milionë euro në vit, kjo do të arrijë, mendoj që të baraspeshoj apo të ul ndikimin negativ i cili ka qenë deri më tani në regionet më pak të zhvilluara. Ka ndonjë informacion lidhje me këta vite se si ka qenë në shpërndarje e mjeteve, apo për arsye se nuk pa që ka ndonjë informat të tillë? Nga ana Biros për zhvillim të barabartë rajonal, mund të them të gjitha mjetet të cilët kanë qenë të dedikuara tek Biroja për financimin e të gjitha projekteve, përqindja është ndarë në mënyrë proporcionale ashtu si është e paraparë me ligj, dhe gjithmonë në ato thirremi që e njëjta duhet të vazhdoj, mirë po fokusi jonë gjithmonë është të fokusohemi me projekte të cilat janë në të mirën e të gjitha komunave dhe qendrave, të ata të cilat janë më pak të zhvilluara. Në rregull, se edhe nëse i referohemi raportit të entit të revizionit, shohim se ka një përbarim në aspekt të ndarjes së buxhetit për zhvillimin e rajoneve, mirë po nuk shohim se ka ndonjë përparim në këtë segment. Jo, mendoj që e pamundson ndonjëherë edhe kushtet financiare. Përsëri kthehemi tek mjetet, deri më tani Biroja për zhvillim rajonal e potencova që nga viti 2007 deri më tani 1% i brutoprodhimit vendor nuk është ndarë asnjëherë si mjete për zhvillimin e barabartë rajonal. Tani besoj që edhe mjetet të cilët janë të ndara nga qeveria, edhe tek Biroja për zhvillim të barabartë rajonal, ne gjithmonë bëjmë kërkesë të veçantë në qeveri, të cilën ne do duhet patjetër t'i primë asaj situate, të cilën ne duhet ta marrim në dorë, si të themi, fatin e komunave të cilët duhet t'i zhvillojmë me një hap të përshpejtuar, dhe në këtë drejtim besoj që duhet të arrijmë sukses të përbashkët si qeveri dhe si institucionet të cilët janë. Mirë po, gjithmonë duke ju referuar mundësive dhe realitetit të cilët i ka kjo qeveri dhe ky shteti jonë. Sepse në të kaluarën kemi pasur shumë mangësi në ndjekjen e disa procedurave të cilët janë. Besoni se ka qenë shumë e vështirë në momentin kur kam marrë në udhëheqësi drejtorinë për zhvillimin e barabartë rajonal Biron, kemi gjetur shumë detyrime të cilat ka Biroja ndaj komunave dhe ndaj qendrave planore. Kjo ka qenë një problem. Cilët nuk janë realizuar? Të parealizuara dhe të papaguara, kurse realizimi i atyre ishe, domethënë vazhdonte të realizohet, faza e parë, faza e dytë dhe faza përfundimtare. Mirë po mjetet nuk i kishim të siguruara si Biro për zhvillim të barabartë rajonal. Ky problem paraqet një problem tjetër që
problemi ka qenë zinxhiror që edhe qeveria ka lejuar të nënshkruajnë kontrata pa i pasur mjetet të siguruara nga ana e qeverisë dhe nga ana e Ministrisë së Financave. Në këtë drejtim këtë vit ndoshta kemi shumë më pak mjete se vitin e kaluar, vitin 2024, mirë po janë mjetet e garantuara të cilët projekte ata të cilët do të realizohen në kohë dhe do të paguhen dhe do të krijen shërbimet në kohë. Pra për dallim nga ajo që ka qenë më herët, nuk ka raste tani që të nënshkruan kontrata pa i pasur mjetet e garantuara. Po, është rregull edhe në të kaluarën ka qenë, mirë po nuk është respektuar fatkeqësisht edhe... Dhe pastaj ka ardhur deri tek stagnimi i projekteve apo mos përfundimi i tyre në kohë. Realisht edhe fatkeqësisht disa komuna të cilët i kanë përfunduar projektet në kohë në vitin 2024, aq shumë presion kemi pasur nga komuna dhe nga qendrat që të bëjnë pagesën, mirë po mjetet nuk i kishim në dispozicion dhe nga kjo qeveri u garantuan dikun 380 milion denar plus shtesë për biron për zhvillim rajonal që të servisojmë ata projekte të cilët kanë ngelur nga programat divjeçare 2023-2024. Dhe me këta arritëm është një sukses i cili duhet të potencohet i Biros për zhvillim të barabartë rajonal dhe i kësaj qeverie, që arritëm të servisojmë të gjitha të mjete dhe arritëm që një thirrje të re publike për vitin 2025 të kemi një thirrje të konsiderueshme afërsisht 206 milion denar për gjitha komunat dhe qendrat planore në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Në rregull, flasim tani për një temë tjetër e cila ka të bëjë me kredinë hungareze. Më intereson, a keni informata rreth asaj se sa është interesimi i komunave për të shfrytzuar mjetet nga kredia hungareze dhe sa parashtrohet pyetje sa këto mjete mund të ndikojnë në zhvillimin e barabartë rajonal? Besoj që jemi dëshmitar të kohës të cilën e kemi ndjekur që interesimi i komunave ka qenë shumë i madh, mirë po mangësi e komunave fatkeqësisht në Republikën e Maqedonisë së Veriut ka qenë që nuk janë të përgatitur me projekte të gatshme, sidomos edhe kur bëhet fjalë për dokumentacionin teknik kur mungon, ata nuk kanë qenë në gjendje që të jenë të përgatitur në kohë. Mirë po, përsëri në këtë vit, domethënë janë ndarë 340 projekte për 51 komuna, me sa jam informuar, dhe kjo do të jetë një servisim, besoj, mjaftueshëm për të gjitha komunat dhe për qendrat planore, dhe do të arrita ula për të zvogloja disparitetin mes komunave dhe mes qendrave të cilat... Cilat janë ato disparitete më të theksuara mes komunave? Disparitetet më të theksuara dihet sepse janë realisht të fokusuara në ato infrastrukturore. Gjendja e rrugëve? Gjendja e rrugëve, domethënë në gjithë nivelin shtetëror, të cilët e kemi mangësi në çdo vendbanim ku jetojmë. Në aspekt tjetër është edhe normalisht infrastruktura njëjtë hin te kjo pjesë tek kanalizimet edhe te ujërat e pishëm. Domethënë servisimi i gjitha këtyre do të jetë fokusi i veçantë i kësaj qeverie të bëhet servisimi primar i këtyre projekteve. E përmenda atë që dokumentacioni është i nevojshëm në aspekt sigurimit të fondeve. Së fundmi keni pasur një projekt ku është krijuar edhe një fond për komunat të cilët do të kenë qasje për të rregulluar dokumentacionin teknik. Mirë po, më intereson ajo se a do të ndihmojnë komunat e vogla në këtë rast, për arsye se e dim që ata kanë më së tepër nevojë kur jemi tek përgatitja e dokumentacionit. Tek Biroja për Zhvillim Rajonal ka një projekt i cili ka filluar në vitin 2022 dhe do të përfundojë në vitin 2026, i fokusuar pikërisht për fond i dokumentacioneve teknike për të gjitha komunat të cilat do të plotësojnë kushtet për të marrë nga ky projekt. Projekti është domethënë 1.6 milion dollar amerikan. Bashkëfinancues në këtë projekt vlen të theksohet që është Ambasada e Suedisë dhe Biroja për Zhvillim Rajonal, në bashkëpunim të përhershëm me Ministrinë e Pushtetit Lokal dhe me UNDP, dhe për këtë deri më tani janë krijuar dy thirrje publike nga ana e UNDP-s dhe ambasadës në bashkëpunim në partneritet me Biron dhe Ministrinë e Pushtetit Lokal. Thirrja e parë është krijuar, domethënë, më herët, ku vlera e saj kap $510.000. Në atë kanë arritur të fitojnë 4 grante për projekte të mëdha deri në $70.000 dhe 6 grante për projekte të vogla deri në $30.000. Kanë qenë disa komuna të cilat kanë nevojë të veçantë për këtë dokumentacion teknik. Thirrja e ditë u arrit të bëhet tani në vitin 2025. Në këtë thirrje të ditë kanë fituar 3 grante për projekte të mëdha në vlerë prej deri €50.000 dhe 8 grante për projekte të vogla deri në $20.000. Pra kjo është shifra e cila është paraparë. Keni ndonjë informatë se sa prej
këtyre mjeteve në fakt janë ndarë komunave apo? Secila komunë, do me thënë, ku bisedojmë për grantet e vogla, në këtë thirrjen e ditë e cila është bërë tani, 8 grantet e vogla janë bërë për komunat më pak të zhvilluara, të themi, apo rurale. Ati futet njëra ndërta është Çashka, Te Arca, komuna Gracko, kurse ndër grandet e mëdhaja futet Çairi, është Ohri dhe Shtipi. Domethënë këta janë të cilët kanë fituar grante më të mëdhaja nga ky projekt. Thirrja e tretë publike e dokumentacionit teknik vlen të theksohet që vlera e saj thirrje do të jetë afërsisht $435,000 dhe kjo thirrje do të udhëhiqet dhe do të bëhet nga ana e Biros për Zhvillim të Barabartë Rajonal. Sa të përfundojmë me thirrjen e ditë e cila është kryer, do t'i pasojmë më njëherë thirrjes tretë sepse është nevojë e komunave të cilët duhet të servisojnë shumë shërbime. Mundet kjo që të realizohet këtë vit apo? Po, vetëm se thirrja e ditë përfundoi, domethënë u bë prezantimi i thirrjes ditë se cilët komune kanë qenë fitues të këtij granti, kurse për thirrjen e tretë, sa të përfundojmë procedurat e pjesës së ditë, do të jemi në përgatitje për të bërë thirrjen e tretë nga ana e Biros për Zhvillim Rajonal. Mirë, sa struktura institucionale në fakt mundson realizim të politikës apo të nxitjes së zhvillimit të barabartë rajonal, vlerësoni se kemi nevojë për të përforcuar kapacitetet administrative, por edhe teknike të themi që të realizojmë gjitha këto projekte. Theksuam disa herë që kapacitetet në duhen dhe është mëse nevojshme që në këtë shtet të kemi kapacitetet të mjaftueshme, sepse edhe mbështetja financiare të cilat ndahen për këta komuna dhe regionet, duhet të jemi të përgatitur në aspekt profesional të gjitha komunat, si në aspekt të dokumentacionit teknik, si në aspekt të projekteve të cilët do të jenë në të mirën e gjithë qytetarëve. Besoj që bashkëdizimi i të dijave dhe të gjitha institucioneve me fokusin e veçantë për zhvillimin e barabartë rajonal në nivel republikan, do arrijë të ulë të gjitha disparitetet si edhe në aspekt demografik, edhe në aspekt ekonomiko-social. Dispariteti demografik me të vërtetë është një problem serioz i cili është paraqitur viteve të fundit. I kushtohet rëndësi kësaj problematike? Rëndësi e veçantë i kushtohet, pasi që është në rëndësi dhe në benefit të gjithë neve të cilët jetojmë në këtë vend, mirë po shkaku i lëvizjeve edhe të qytetarëve të cilët emigrojnë nga vendlindja jonë, edhe ajo pak e pamundson zhvillimin ashtu si duhet. Në këtë drejtim do të jenë të fokusuar në të di aspekte që të bëhet ngritja e kapaciteteve në të gjitha komunat dhe në të gjitha regionet. Për arsye se e kemi edhe mungesën e fuqisë punëtore aktuale në vend, kemi shumë kompani të cilët po në kohën se nuk gjejnë fuqi punëtore dhe janë të detyruar që të shohin edhe alternativa tjera për të importuar fuqi punëtore nga jashtë. Kjo është një problem keq, do të thotë që pengon në aspektin demografik, pasi që shumë të ri fatkeqësisht na janë larguar vitet e fundit. Unë shpresoj që kjo të jetë ndoshta në të kaluarën që ka qenë praktik, mos ta quaj e keqe, por e nevojshme e domosdoshme, që të ndalohet dhe të apim kontributin maksimal, sidomos ne si rini që vim gjeneratat e reja, duhet t'japim kontributin më të madh dhe fokusin më të madh të kemi në shtetin tonë të cilin jetojmë, sepse gjithkund ku ka rregull dhe ku respektohen rregullat ashtu siç duhet, besoj dhe jam i thari asaj që duhet të arrihet në maksimum. Shtetet tjera më të zhvilluara evropiane nuk kanë dallim shumë të madh, përveç asaj që janë punëtor shumë të zellshëm, mirë po gjithashtu edhe shteti u ka krijuar kushte të mundshme të cilën ata kanë arritur të implementojnë në jetën e tyre të përditshme, si në aspekt biznesor, ashtu edhe në aspektin profesional dhe edukativ. Besoj që edhe tek ne do duhet. E kemi edhe rastin e Slovenisë, një shtet i cili pothuajse të gjitha qytetet i ka të zhvilluara dhe nuk i paraqet problem migrimi i fuqisë punëtore. Ka ndonjë model të cilën Maqedonia e Veriut duhet ta ndjekë në këtë aspekt? Sa kam informatat e fundit të cilet posedoj, vetëqeverisja lokale dhe zhvillimi barabartë rajonal është në koordinim të vazhdueshëm me shtetin e Slovenisë, të cilën do ta marrë si model për zhvillimin e regioneve planore në Republikën tonë. Besoj që kjo do të jetë një përvojë shumë e veçantë nëse arrihet të implementohet, megjithëse duhet vite, mirë po prej dikun duhet të filloj dhe plani ekziston dhe vetëm do duhet të niset të punohet. Ne kishim një vizitë studimore, vlen të theksohet, si Biro për Zhvillim të Barabartë Rajonal në bashkëpunim me Ministrinë e Pushtetit Lokal, edhe me administratën e biros edhe nga sekretariati qeveritar në Rom të Italisë, ku ndam dhe shkëmbejmë shumë përvoja të cilat
neve si Maqedoni e Veriut nuk kishim pasur dieni se janë në realizim me sipër dhe se si funksionon atje. Besoj që ndoshta jo 50%, po 10% apo 20% të filloj implementimi i kësaj forme strategjike të zhvillimit të barabartë rajonal. Besoj që do të ullë dukshëm ndikimin dhe pazhvillimin e rajoneve të cilët kanë problem elementar, domethënë regionet e Republikës Maqedonisë Veriut. Vlen të theksohet që programet për zhvillimin e barabartë rajonal në shtetin Italisë në disa vende ishin programe, domethënë 4 apo 6 vjeçare varësisht prej regionit të cilin ata e përfaqësonin. Besoj që kjo do të jetë e qëndrueshme dhe ka një plan kjo qeveri tanishme se si do të funksionojë zhvillimi që na duhet një plan më afatgjatë se përket të zhvillimit të barabartë rajonal, se e dim se për një periudhë të shkurtër nuk mund të bëhet asgjë. Mirë, Maqedonia e Veriut ka disa sektore ekonomik të cilët kanë një potencial të madh, të cilët mund të ndikojnë edhe në zhvillimin e barabartë rajonal. E përmendëm më herët turizmin, bujqësinë, por gjithashtu kemi edhe sektorin e energjetikës, se kushtohet rëndësi në fakt kësaj pjese. Besoj që me fokus të veçantë edhe kjo qeveri është e fokusuar tek pjesa e turizmit, njëkohësisht siç përmendet efikasitetin energjetik, infrastruktura janë projektet kryesore ku më së shumti është orientuar kjo qeveri që të servisojë të gjitha këto nevojat të cilët i kanë komunat edhe qendrat planore. Besoj që do të arrihet me një përkushtim shumë të madh dhe drejt për drejt me qasje shumë pozitive, duke arritur të fillohet nga një pikë e caktuar dhe të ketë një pikë të caktuar se çfarë duam dhe çfarë duam të bëjmë. Çfarë kemi në dispozicion me të gjitha resurset të cilët i kemi në shtetin tonë, të shfrytëzojmë në maksimum, të ndikojmë pozitivisht edhe në efikasitetin energjetik, edhe në të gjitha aspektet të themi të pastërtisë dhe të ambientit, të cilën është fokus kryesor i të gjithë botës e cila po vuan nga një ndotje e paparë më parë. Padyshim se na duhet një plan program më efikas, për arsye se ndodh që kemi në bujqësi ku toka e cila është për zhvillimin e bujqësisë apo për të mbjellë ju jepet kompanive të ndryshme për të instaluar panele diellore. Kemi edhe raste të këtilla. Po, dhe sa duhet ne si vend që të ardhmen të bëjmë projekte të cilat aty ku duhet të shkojnë projektet? Realisht është interesimi i madh ku potencohet realisht njëjtë për këtë pikë për instalimin e fotovoltaikave, të cila është bërë një praktik ti themi e biznismeneve të... Po mira, ata duhet të bënë në vendet të caktuara, jo në vendet cilët janë të nevojshme për zhvillimin e bujqësisë. Po, fiks është ki një problematik në vete, pasi që realisht ti themi ta pranojmë realitetin tonë si njerëz ne të cilët jetojmë në këtë shtet, pasi që bujqësinë në të gjitha aspektet i kemi lanë ranash, duke filluar nga familjarët tonë, ku ne jetojmë në vendet të cilët i kemi shumë të zhvilluar për bujqësinë, tani tentojmë dhe më së shumti mundohemi të marrim të gjitha produktet të gatshme dhe toka thuajse as pak nuk po punohet. Në këtë drejtim nuk dua të akuzojmë ndonjë qeveri apo ndonjë institucion, mirë po këtu me theks të veçantë Ministria e Bujqësisë duhet të luajë rol të veçantë për motivimin e bujqëve të cilët janë ata të cilët e punojnë tokën dhe ne nga dora atyre varet sepse ham produkte bio siç i themi ne. Dhe këtu fokusi do të jetë i veçantë i Ministrisë Bujqësisë të investojë në këtë drejtim. Nuk jemi kundër asaj që diskutuam që fotovoltaikët janë mënyrë dhe trend i biznesit kohorit të gjithë biznismeneve të cilët fokusin e veçantë kanë aty, por ashtu siç potencohet në vendet të cilat janë adekuate, jo edhe në tokat bujqësore të cilat janë të shfrytëzueshme për të gjithë ne si nevojë kohës së sotshme. Përveç projektet të cilët i përmendëm më herët, gjatë këtij viti çfarë mund të presin rajonet planore apo komunat nga ana e Byros për zhvillim të barabartë rajonal? Byroja për zhvillim të barabartë rajonal, siç e potencova, nuk është e fokusuar dhe nuk është e ndarë në një projekt të veçantë të cilin do duhet ata të bëjnë kërkesë. Me sa kam arritur të shoh numrat fiks të komunave dhe të qendrave planore në Byron për zhvillim rajonal, afërsisht ka dikun 80 aplikime tek të gjitha programet edhe të qendra planore, tek të 80 aplikime të cilat janë drejtuar në Byron për zhvillim rajonal, secila është me karakter të ndryshëm dhe me nevoja të veçanta për komunën dhe për servisimin e atyre. Janë të fokusuar, siç përmendëm,
nga Biroja për Zhvillim të Barabartë Rajonal më kalon shumë përshtypje, domethënë të gjitha dokumentacionet të cilat kam arritur deri më tani t'i shoh edhe në terren të cilët kemi dalë, kemi bërë disa promovime, kanë qenë të fokusuar më shumë në servisimin e shkollave, të cilët kanë bërë ndryshimin e dritarëve, fasadimin, edhe nevojat, domethënë elementare për nxënësit të cilët janë në shkollë, kanë qenë të fokusuar në turizmin malor, të cilët kanë bërë disa parqe dhe disa shtegje të cilët janë në të mirë të turizmit edhe vendas, po edhe atyre të cilët vinë nga shtetet e jashtme, për të tërhequr vizitor të veçantë. Gjithashtu janë të fokusuar edhe në projektet të cilët janë në të mirën e fëmijëve tanë, këndet të lojrave kata implementuara shumë nëpërmjet Biros për Zhvillim Rajonal. Gjithashtu nuk duhet të anashkalojmë që ka të realizuara edhe qendra sportive, salla, domethënë të gjitha këto në fakt përfshihen nga ana e Biros për Zhvillim Rajonal. Po nuk e ka të precizuar, domethënë i kemi para të edhe janë të precizuara 4 programe, thirrjet, tek secila e ka veçantinë vet në çfarë lloji të karakterit të projektit të cilën duhet të aplikojë. Besoj që edhe ky vit do të jetë një vit i mbarë dhe i suksesshëm për të gjithë ata. Unë inkurajoj të gjitha komunat dhe të gjitha qendrat planore që të jenë të fokusuar me projekte sa më profitabile për qytetarët e atij vendi ku jetojnë, që të gjithë pastaj kur të krijet projekti të shfrytëzohet në mënyrë të mirë nga gjithë ata banorë të cilët jetojnë në atë vend. Vlen të theksohet që gjithmonë Biroja për Zhvillim Rajonal ka qenë e hapur për zhvillimin edhe infrastrukturor, ka patur shumë rrugë të cilët janë asfaltuar nga ana e Biros për Zhvillim Rajonal dhe besoj që i ka ul shumë ata kushte të këqija të cilët kanë qenë në atë komunë dhe qytetarët besoni që kur shkojmë në terren na mirëpresin shumë mirë dhe e kanë si një qendër Biron për Zhvillim të Barabartë Rajonal, sepse edhe vetë fjala atyre ju jep një siguri të veçantë që ne mund të servisojmë shumë projekte dhe shumë të mira për gjithë banorët e komunave. Faleminderit për pjesëmarrjen tuaj. Faleminderit edhe nga ana juaj, Gazmet, ishte kënaqësi. Shkues nderuar, ndoshta kështu bisedën me drejtorin për Zhvillim Rajonal Daut Memishi. Ju faleminderit për vëmendjen, natën e mirë.